Pendimi i sinqert është obligim për besimtarin dhe besimtaren gjatë gjithë vitit. Sa herë që besimtari mund të gabojë apo të bjerë në gjuna, duhet të pendohet me pendimin e sinqert, duke ndjerë keqardhje për atë që ka vepruar, duke lënë veprën e tij, pra gabimin, dhe po kështu të jetë i vendosur të mos kthehet dhe një herë tjetër në të. Sepse gjunahet janë të tilla që nëse nuk pendohesh për to, atëherë gjunahu apo gabimi thret gabimin tjetër. Gabimet rasin njëra tjetrën. E duke qenë se është kohë dhe periudhë e bereqetshme e begat, atëherë dhe kthimi tek Allahu i lehtësuar me pendim, me reflektim të vetes, sigurisht që merr një nocion tjetër dhe një parametër tjetër. Ndaj dhe Allahu Azza wa Jalla thot faman taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna min al-muflihin. Ata të cilët pendohen, besojnë dhe bëjnë vepra të mira, pra pas pendimit, e pasojnë pendimin me veprën e mirë, të tillë do të jenë të shpëtuarit.